Ardian, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe për gjithë njerëzit në studio. Kënaqësi që komunikojmë, mbaj mend intervistat kur ti luaje futboll me Partizanin, a kishe mbaruar juridika, vazhdoje juridika, e kishe qef dhe librin pranë? Po, kam përfunduar juridikun, por tani më ndihmon shumë në pjesën që në aspektin e kontratave lojtare, por gjithsesi kemi shumë njerëz aty në klub dhe vazhdoj të bëj hobin që e kam pas gjithë jetën. Futbollin e bën hob dhe kur i qep mirë nga ana juridike është mirë kontratat. Përveç se kemi njerëz shumë më adekuat në klub, i dim ato elementare. Jetë e Shkëndijat e Tovës, sepse shumë njerëz këtu në Shqipëri edhe kanë pikpyetjet ku është, ku s'është, kur erdhi, kur vajti. Po, tani u bë 2 vite e gjysmë në momentin e mbarimit të karrierës futbollistike, automatikisht nga ana e pronarëve më ofrua një këshilltar nga i presidentit dhe pastaj ndodhen normalisht si çdo klub tjetër kur nuk ka rezultate dhe erdhi një situatë që duhet ndryshime në kryesi dhe më ofrua një post cilin unë e prodhova me shumë kënaqësi për arsye se doja të kontribuoja. Nuk e kisha e them akoma se kam atë pjekurinë e duhur, por gjithsesi e pranova për arsye se ishte klubi i pyetje dhe kur është klubi i pyetje. Iglitare e pranoi vajti te Lazio, nga futbollist vajti atje dhe në kampionatin e Serie A. Drejtor sportiv, si bie? Po, drejtor sportiv tjetër. Tani ti je një lloj si Iglitare në klub, ti nëse thuaj ti do ta marrim këtë ose ku diun, si keni funksionet? Apo është ndryshe? Jo, nuk është ndryshe, por gjithsesi unë jam tip që i punoj në grup dhe jemi një grupacion, një grup i mirë i njerëzve. Dhe normalisht janë njerëz të cilët janë mbështetës ndaj meje dhe normalisht unë përgjigjem për pjesën sportive, vendimare. Absolutisht, po ti i grumullove gjithë ta lojtarët, i grumullove këta Caken, këta se mbanin këtu te Tirana. E more ti, aty më duket, ti e ke afruar Caken. Në Caken e kam gjetur aty, po ja kemi vazhduar kontratën. Maxin Shkodranin. Jo s'ka, nuk është, Mbrojtësin e djathtë, Trumsin. Nga 27 futbollistë që ishim klub faktikisht me hyrje në grupet, ne gjithsesi u detyruam për të qenë konkurrues në 3 fronte, sepse jemi edhe në kampionatin e Maqedonisë dhe kupën, dhe gjithashtu dhe me hyrje në grupën Conference League, e dinjë që do të jetë impenjimi shumë më i madh për futbollistët, gati kemi pas 4 muaj, kemi pas çdo 3 ditë kemi pas ndeshje dhe ka qenë shumë e vështirë për çdo futbollist, se është herë e parë, ndoshta i gjithë lojtarëve aty, mos gaboj vetëm Latifi ka qenë që ka marrë pjesë në grupe dhe e dinim se do të jetë vështirësia e ndeshjeve shumë të mëdha dhe kishim diku 27 lojtarë, nga 27 jam 25 pruar nga ana jon. Po legu letër të Shkëndija, legu madh të Shkëndija e Tetovës thonë këtu në Shqipëri. Atje ka lek shumë thonë. Se di si llogaritët ajo, ne kemi një... Këtu flasin distancë. Po, ne kemi fat që kemi një pronar i cili është nga Tetova dhe është një kompani gjigante, si e dini është kompania Kolok dhe zotëri Lazim Destani me familjen që së pari janë adhurues të klubit dhe pastaj normalisht që më bë financius gati 12 vite dhe është jo viti 13, që nga 2013 dhe nuk e kemi pas 100 lekë problem, mirë po kemi punojmë me një buxhet të cilin caktohet në shtator dhe i rrim atij buxheti. Sa është buxheti? Sa është buxheti në sezon? Shkëndi buxheti llogaritet nga ajo si puna e ministrive që aprovohet në shtator nga ana e bordit të pronarit dhe nuk lëvizet nga ajo, do të thonë planifikimi jo bëhet gjatë gjithë vitit, që në shtator bëhet planifikimi për gjithë vitin deri në 30 gusht. E sa shkon apo nuk është sekret? Unë them që është një parametër shumë normale të kampionatit, pavarësisht se njerëzit mendojnë ashtu. Ne ndoshta
nuk është momenti për ta thënë, një ditë ku nuk do të jem aty, do ta them. Okej, po arktimet nga Europa, këto të paktën janë zyrtare. Arkatime kemi arkatuar goxha lek, por ne ju siç e dini, zëmëlqësia e pronarit kemi thënë edhe shumë premie të lojtarëve. Nuk kemi kursyer në atë drejtim dhe gjithsesi jemi duke punuar, ju siç e dini, ose në opinionin mbar shqiptar e di që Shpëndia vetëm ka filluar ndërtimin e stadiumit modern. Që vjetë stadiumi kategorisë 4, që mund të luajnë edhe finale Champions League-s, do të jetë në Statovës. Domethënë konstruimi komplet gjithësisht ndërtimi i stadiumit të qytetit të Tavës. Ardian, ku i ke syt në çat tregu? Në Shqipëri ke marrë shumë lojtarë, ke Latifin, Kodion, edhe disa tjerë. Në Kosovë? Po, ne kemi si targete, normalisht kemi dhe grupën e skautimit, dhe si kemi skauta brenda klubit, kemi një database të cilin e kemi ndërtuar në momentin e ardhjes time, kemi ndërtuar një database dhe kemi skauta të cilët ndjekin posaçërisht tregun i cili është i kapshëm për ne, ju e dini. Jo që nuk jemi në gjendje të pagojmë lojtarë, por thjesht strategjia ose mendimi, si ta them, një grup. Ideja ime ka qenë që ne do të shkojmë me lojtarë ndër 25 vite dhe normalisht që paguajmë ndoshta edhe në shpërblim, por lojtari mos ketë rrogën e madhe dhe të jenë kontratat afat gjatë. Realisht do të jem koshient dhe sinqert me ju që kjo nuk na erdhi ndoshta më herë se që pritjem mbas vitit 3, sepse e bëjmë një plan afat nesër dhe pritjem që të jetë mbas vitit 3, por ja që gjërat ndodhen të tillë dhe ndonjëherë edhe është kënaqësi kur vjen fal punës së gjithë dhe njerëzve. Unë kam fatin që punoj me shumë njerëz të mirë dhe them jam njëri nga ata dhe në asnjë mënyrë nuk e llogaris veten si të them, jam pjesë e suksesit shumë thjesht. Pavarësisht pozicionit që kam dhe vendimeve që marr, unë jam. Thanë ca gazetar që diskutoja në Maqedoninë e Veriut, Susuli është mendja e gjithë sa gjëje, më thanë, që lëviz aty, është modest, po i luan mirë ato lëvizjet poshtë tavolinës, kë lojtar të mori, këtë afroi, këtë nuk e di sa e vërtet është kjo. Shikoj, ne kemi marrë dikun të thash në 27 e 25 të ardhur në kohën time. Normalisht janë bën ndryshime. Ne kemi marrë lojtarë të ri, lojtarë që kanë qenë së parit kampionatit Maqedonisë, lojtarë të ri që kanë qenë perspektivë, gjë që e kemi ndjekur edhe shumë. Tash kam fat që kam një grup të skautimit, jemi një grup shumë i vetëm, presidentin e kemi gjithashtu njëri që na ndjek faktikisht dhe na është mbështetës dhe gjithmonë është afër nesh dhe mund të kemi edhe çdo ditë kemi aty në përzyrë dhe normalisht shikohet ne i dim pak a shumë lojtarë, por preferojmë që lojtarët zakonisht kemi qef të shikojmë së pari në momentin e skautimit, kemi të shikojmë live. Dhe në momentin që shikojmë live, është më lehtë ta vlerësimi është më i lehtë nga ana jonë dhe normalisht pastaj vjen edhe kontaktet e cilat kemi. Ju e dini që unë shumë shpejt kam nga fusha e sportit jam larguar dhe kemi bërë gjëra të mira dhe pak a shumë ne kemi njëft lojtarët, njohur lojtarët si në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, dhe plus që kemi edhe miq në cilët interesojnë për çdo lojtar. Për shembull, ka pas lojtarë të cilët pin kategoritë parë e kemi nxjerrë në Shqipëri. Jo, këtu në Shqipëri nuk i duan kategoritë parë se nuk kapin dot ritmin e Superligës. Këtu, a biznes superiore. Shikoj, ja ta them që edhe unë kam hezituar për ta marrë, për shembull për arsye të mos bëjmë sikur vetëm gjërat që kanë qenë pozitive, në çdo futboll ndodhin edhe gjëra të cilat ty nuk shkojnë mirë. Ja, po them tani këtu, kam shkuar deri në Libër ta shikoj Totën. Dhe kam hezituar për ta ble kartonin e tij për arsye të normalisht që është kategori e parë dhe mendoja se ndoshta i duhet edhe pak kohë. Shikoj, tregoni sinqert. Për kë lojtar vajte në Libër? I Totën. Luzi Korabi. Aha, qartë. Okej. Ka humbur $1 milion. Ka humbur? $1 milion. Po mirë, po ka fituar, kush e di sa ka rëktuar ajo tani. Edhe sa lojtar ka shitur, ka shitur cake në gjitha me radhë. Ja, unë përshëndet së Curin se. Po, jepi ditë marr. Përshëndet Ardian, tani në rolin e drejtorit unë shikoj që ke ndryshuar çik edhe je pak më
me i stepër, sepse ta do dhe puna, me gjithë këto arktimet nuk i të regove për shumë arsye, unë du të bëj pyetje. Me rinovime të ranjerit, qa bëhet? Me rinovim në kontratës, sepse mendoj që duhet ja rinovoni. Ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë të mirë, si ai si stafi i tij dhe ende nuk ka rinovim, me sa di unë. Trajneri është njëri i shtëpisë aty. Është, domethënë, unë e kam gjetur trajnerin e mëbashëm. Me ndrimin e trajnerit faktikisht kam sjell një trajner që ishim situatë palakushme në çatë gjysmëtinor, dhe mendoja që vetëm një njeri që e njeh rrethin, që e njeh ambientin, që e njeh lojtarët mund të na ndihmojë dhe pikërisht ishte jetoni që morëm jeton beqirin profesorin dhe që atëherë jemi bashkë dhe nuk do të thotë që nuk do vazhdojmë bashkë. Normalisht e din siç e din dhe vetë ti e tash në atë rrugën e trajnerit, jam duke djeg dhe urime për punët që bën. Dhe po të them që çështja e trajnerit shikohet mbas rezultateve dhe ne përderisa ka rezultate, asnjë nuk vjen diskutim çështja e rinovimit. Por futbollit nuk i dihet, e din ti që sjellin papritura, ndonjëherë edhe gjatë rrugës edhe mund vinë situata të palakshme. Keni pasur një ecuri të jashtëzakonshme në Europë, tani me Samsung Sport, cilat janë objektivat e Shkëndijës, e cila duhet ta themi na ka bërë krenar gjithë shqiptarëve. Kështu që e kemi si pikë referimi. Shiko, në të thonë drejtën, jo po të thoja që do ta mundim, do ta rrafim, nuk është natyrën time, është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne si klub, por në të njëjtën kohë edhe është një ndeshje shumë e vështirë. Ju e dini që Samsung Sporti diferenca të mëdha kemi në aspektin buxhetor. Mirë, po ne kemi dëshmuar se me klube shumë të mëdha kemi luajtur si të barabartë dhe kemi fituar. Ju nëse më lejohet pak të them si ecuri në Evropë, çdo ndeshje ne kemi fituar. Munguar gjatë do të mbajmë çik sot. Me që na ke munguar gjatë. Okej, atëherë do shprehem pak më gjerësisht, do falni. Kemi rrafur derës të uaj në kampion e Evropës që brenda dhe jashtë. Domethënë lojtarët, kemi rrafur Ludogoretsin këtu, kemi bërë përmbysje dhe kemi qenë vazhdime atje në Ludogorets. Kemi humbur në Shkup, ndoshta pa merit i Karabau dhe normalisht ndeshja atje me Karabaun ka qenë një humbje e thellë kushtimisht 4 ose 3-0 mos gaboj. Por kemi pas qetësime të mëdha dhe ndoshta është faji im që nuk kam mundur që t'i ruaj lojtarët nga ana e menaxherëve. Kemi pas ngacmime të mëdha dhe ndoshta. Ardian, ka kërkesa nga menaxher për lojtarët veçantë Shkëndijës që duan dhe ofrojnë shumë të mëdha? Me thonë drejtën këtë afat kalimtar ne kemi pas gati për çdo lojtar, edhe lojtarin nga Stoli kemi pas oferta. Po, siç e dini, sa ka qenë oferta më e madhe? Mos ma thuaj emrin, sa ka qenë në para, në euro, ku diun? 1.2 milion. 1.2 milion, e ka quar nivelin, ndër 1.2 milion euro. Po qa kamenati, nga qa kamenati? Forma? Nga qa shteti? Qanë kampionati. Ka qenë një belg, një ukrainist. Aha, okej. Si ka mundësi që ju nga Shkupi, nga Tetova, nga Maqedonia e Veriut, le të themi, jeni komunikuesit më të mirë në Xhipi në Kosovë drejtor sportiv. Ju vetë Ardian Susuli të Shkëndija drejtor sportiv. Ka një bunjaku këtu të Tirana, edhe ai nga Shkupi, nga Tetova, nga është. Po pse e theti, se unë e filloj ti plotson, se them dot unë. Po thash se supportove. Po më them i ka Ru fjalinë. Bunjaku gjithashtu nga Tetova. Flasim për Ibrahimin nga Shkupi Tetova, Shënzika, një lloj janë atë, një orë janë ata. E kam dhavi nga Maqedonia, gjithë ta drejtorët sportiv të Tirana, të Partizanit, të Shkëndija, të Ballkani. Më kujton një tjetër ditëmarr. Artim Pollozhani, flamurtari që i... Artim Pollozhani, ecim. Si ka mundsi? Super fare. Se di, Sulqe.
thjeshtim për kushtim së punës. Ta nxorën një foto me Ibrahimin, me Nexhipin dhe Susuli, treshja. Ja ku qekan. Mungojnë vetëm ai Bunjaku dhe Pollorxhani i Tiranës. 80 vjetori. Mirë, regjia, japim një moment. Ardian, lutem, qëndrojmë dhe pak bashk, kujtojmë pak Partizanin tani, ka pasur 80 vjetorin dhe do të pyes pak për Partizanin.